Sa po përfundova një takim shumë përmbajtësor me Papa Leonin e 14, pastaj kishim takime edhe me kardinalin Parolin dhe Monsignor Gallagher, sekretarin e shtetit dhe sekretarin për punë të jashtme përkatësisht. Kjo është një ditë jashtëzakonisht e rëndësishme në relacionet mes Republikës së Kosovës dhe Vatikanit. Në takim me shenjtrinë e tij, Papa Leonin e 14 natyrisht që paraqita shpresën dhe besimin e gjithë popullit të Kosovës se Vatikani më në fund do të marrë vendimin e shumë pritur që ta njeh Republikën e Kosovës, që të njeh vuajtjet e gjata të popullit të Kosovës për të jetuar i lirë, i pavarur dhe në demokraci, me shpresën se një vendim i tillë i njohjes nga Vatikani, njohjes nga ana e shenjtrisë së tij, do të kontribuonte edhe në mirëqenien më të madhe, edhe në suksesin më të madh të Kosovës, të Dardanisë antike, një toke që i ka dhënë botës dhe Evropës, jo vetëm Gjergj Kastriotin Skënderbeun, heroin ton kombëtar, i cili e ka mbrojt portën e fundit të Evropës, por njëkohësisht edhe Shënt Terezën, dhe po ashtu nëse kthehemi prapa në histori, është pikërisht toka Dardane, që i ka dhënë botës, që i ka dhënë krishterimit, edhe perandorin Konstantin, edhe perandorin Justinian, edhe shumë figura të tjera të rëndësishme për humanizmin. Prandaj shpresojmë shumë që tani edhe të merret ky vendim i shumë pritur për popullin e Kosovës, i cili do të kontribuonte edhe më shumë për paqen dhe stabilitetin në rajonin tonë dhe në gjithë kontinentin evropian.